Tani më është e qartë që nga bordi i paqes, Forca e Sigurisë së Kosovës do të jetë pjesë përbërëse e kësaj force ndërkombëtare, ku për mision ka ruajtjen dhe garantimin dhe përmbylljen e luftës në Gaza. Si rezultati i asaj, Forca e Sigurisë së Kosovës do të jetë me personel të saj ushtarak në pjesën e Gazës, në sektorin e cili është dedikuar pikërisht për ta përmbyllur misionin e saj. Sipas asaj që tani më do të jetë rreth 20-22 persona apo ushtarë të cilët do të marrin pjesë në këtë mision. Pas asaj do të bëhet vlerësimi nga vetë komanda e forcës ndërkombëtare të sigurisë në kuadër të bordit të përpashë për të vlerësuar se a do duhet kemi shtim të trupave apo jo. Por çka është kruciale është fakti që juridiksioni nacional do të bizotrojë mbi misionin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, pra personeli ushtarak nuk do të jetë pjesë përbërëse çfarë do të tribunali ndërkombëtar të drejtësisë, nëse nuk do të ketë pajtueshmëri nga vetë shteti antar të bordit përpaqe. Çka mund të konstatojmë është fakti që tani jemi në fazën përmbyllëse gjithë pjesës të planifikimeve strategjike, dokumentacione përcjellëse, ku sipas timeline-it apo kohës veprime do të jetë sipas parashikime jo më larg se muaji shtatori 2026. Pra kjo dëshmon faktin që Kosova tani më nga një shtet pranues i sigurisë është tani më në një shtet i cili ofron sigurinë dhe transmeton sigurinë, njëkohësisht në kuadër të kësaj provoje në një mision kompleks që është rasti në Gaza. Kjo e katapulton në nivel shumë të lartë pozicionin e Forcës së Sigurisë edhe në kuadër të një pasqyre në raport me NATO, e cila më pastaj do të jetë një rrugtim apo një derë e hapur për të qenë anëtare e saj në periudhën deri në 2028. Pra ky mision është një lloj testimi në formën ndërkombëtare se sa është e përgatitur Forca e Sigurisë së Kosovës në misione komplekse të tilla. Por çka është më rëndësishme të thuhet është fakti që në kuadër të planifikimit në bordin e paqes, misioni i Forcës ndërkombëtare sigurisë, propos garantimin dhe ofrimin e sigurisë do të jetë pjesë përbërëse edhe patrullimet me forcat izraelite, me forcat egjiptiane për të garantuar vijën kufitore, por njëkohësisht për të ofruar trajnime eksplicite për policinë e Palestinës, e cila më pastaj do të ndërmarr veprime konkrete në ofrimin e sigurisë, por njëkohësisht në ofrimin e përmbylljes së misionit me sukses nga Forca e Sigurisë së Kosovës, por njëkohësisht nga bordi i paqes.